E përmendë pak më herët brenda fjalive që shpesh mund të jetë mutizmi selektiv. Tash për ndirë të shikuesve që ndoshta jo çdo kush mundet me kuptu, po që është shumë e shpesh. Mutizmi selektiv është kur fëmia me dikën flet dhe me disa persona tjerë nuk flet. A na shpjegon vetëm pak si mund ta, po e them kështu në thojza zbulojmë na që fëmia jone ka këtë sjellje? Po, domethënë tek mutizmi selektiv ndodhë që fëmia ndoshta ka të zhvilluar komunikimin ose flet rrjedhshëm, po ka fjalë. Mirë po ndoshta ka problema shumë kur është në publik. Domethënë para të tjerëve, pastaj mundet mos me qenë çaq shpresë edhe mos me komuniku çaq lirshëm që ndoshta e bën kur është me anëtar të familjes ose në shtëpi. Domethënë, a duhet me u shqetësuna për këtë fakt, kur ai me neve ta zëm, nëse djali me mu dhe me bashortin flet shumë dhe kur vjen një mysafir ai nuk flet asnjë fjalë, a duhet me u shqetësu apo duhet me lënë kur të rritet me ndryshu? Po varet për shembull nëse është një mysafir që ndoshta nuk e ka pa më herët, tash mundet me qenë normale që fëmijët me qenë më të rezervuar, se është një person i ri që nuk e ka pa më herët, po i panjohur. Mirë po, duhet me shikoj edhe për shembull në shkollë ose në kopsht, a socializohet me fëmijët e tjerë, a është i lirshëm me fol me të tjerët qysh është kur është në shtëpi. Se është rast tjetër për shembull nëse dikush vjen në shtëpi, është një person i ri që se ka pa më herët, edhe ne që jemi të rritur kur është dikush i panjohur, ndoshta jemi pak më të rezervuar në fillim. Mirë po, duhet mu eksploru domethënë edhe në ambiente tjera. Dhe pastaj me u intervenu diçka. E përmenda qëllimshëm sepse është problematik, ndoshta jo shumë e njohur, por shumë e shpesht. Sidomos ne, sepse na tradicionalisht jemi rritë edhe dhënë shumë me i respektu të tjerët, që u foli, që u përqafe, ndërsa tash gjeneratat e reja nuk është që pe imponojnë shumë, ndoshta edhe kjo është ai konflikte që i ndryshimeve që po ndodh.